Kur unë kam qenë në shtëpinë e Petrozhejit, aty jam manitur nga pafundësia e librave, kishte Krishtin, flas në periudhën e diktaturës, nuk kishte foton e Enverit, siç ishte në gjitha shtëpiat atëherë, po kishte Krishtin në mes të murit dhe libra pafund. Më vjen shumë mirë në fakt që po pyet, vetëm ka ardhur jemi në një periudhë kur thjesht po kërkojnë librat, edhe kur i lexojnë librat, domethënë nuk pyesin tamam çfarë është. Por ato që janë botuar, se besoj janë duke u marrë dhe me botime të tjera të Petrozhejit. Aforizmat është duke libri i fundit i Petro. Njerëzit kërkojnë libra dhe nuk i gjejnë. Themeli ose gjëra kryesore e Petrozhejit nuk është vetëm një, është shumë, sepse Petro ishte holistik, domethënë tërësor në shumë fusha të dijes. Kryesisht gjuhësia është primare, sepse dhe gjuhësia është një shkencë, apo jo? Pra, si zbërthejnë fjalët, pse kjo fjalë ka këtë kuptim? Nuk ka lindur në mënyrë abstrakte, por ka lindur në mënyrë konkrete, referohen vjetërsisht të gjuhës shqipe, të cilën e gjente në themelet edhe të gjuhëve të tjera, si një gjuhë krejt e veçantë. Unë kam marrë mësimet e para të italisht nga profesor Petro, dhe po ju them që në mësim dhënie mora dhe filozofi. Për shembull, mund të kujtoj proverbat me cilët ka nisur leksionet e italiste. Il mondo è fatto a scale, c'è chi le scende, c'è chi le sale.